për të zgjedhur presidentin dhe është zgjedhur pikërisht presidenti i pari, pastaj ai president që zgjidhet menjëherë sapo e merr detyrën mandaton kandidatin për kryeministër dhe pastaj zgjidhet qeveria, sepse edhe me logjik, në rast se dështon zgjedhja e presidentit, shkohet prapë në zgjedhje. Dhe prapë duhet zgjidhet qeveria apo jo, duhet zgjidhet parlamenti dhe më pas prapë presidenti dhe prapë pastaj qeveria. Kështu që mendoj që në rast ata tentojnë që ushtruesja e detyrës ja japi mandatin, që nuk e ka kompetencë, sepse ajo realisht është kryetare e parlamentit, pra nuk është në kompetencën e kryetarit parlamentit një gjë e tillë, as kur e ushtron funksionin e presidentit, atëherë do të kemi të bëjmë me një shkelje të Kushtetutës Kosovës. Se nuk e ka zonja Haxhiu kompetencën e plot? Jo, nuk e ka plot. Ajo është ushtruese, nuk quhet presidente. Është ushtruese e detyrës dhe nuk e ka kompetencën për të mandatuar qeverinë. Nuk e ka kompetencën, edhe pse thuhet që gjatë asaj periudhe 6 mujore e ka kompetencën e plot për të ushtruar mandatin. Ka disa kompetenca të tjera, jo për zgjedhur qeverinë. Jo, sepse qeverinë e zgjedh parlamenti, por presidenti e mandaton. Ajo nuk është presidente me mandat të plot. Ka shumë pikpyetje në fakt. Jo, nuk ka fare pikpyetje. Këtu pikpyetje nuk ka. Këtu nuk ka asnjë lloj pikpyetje. Pikpyetjet këtu, sikurse në çështje të tjera, siç ishte për nën kryetarin, ju kujtohet, po i krijon lëvizja vetëvendosje. Këtu nuk ka asnjë lloj pikpyetje, ashtu sikurse nuk kishte ta zënë, u konstitua apo jo kuvendi, pa u zgjedhur nën kryetari nga komuniteti pakic serb. Ju kujtohet si zhvilloi debat, jo po kështu, jo po ashtu. Ishte shumë e qartë në kushtetutë, edhe u dërgu çështja në gjykatë kushtetuese, edhe kjo është shumë e qartë. Megjithatë kjo duket se do të na çojë në kërkesa të vazhdueshme në gjykatë kushtetuese. Unë e thash, unë e parashok të krizë të qëllimshme. Për ta pasur të qartë. Për ta pasur të qartë dhe kështu zoti Kurti do të vazhdoj të qëndrojë në krye të detyrës pa mandat, sepse ka bile ka një vendim të gjykatës supreme që ai nuk mund